bëri shumë gjëra për Shqipërinë, edhe për ne në Boston që vazhdon trashëgimia e tij sot, përveç se ishte student i parë i Harvardit, ai themeloi kishën shqipe në 1908, ngriti gazetën Dielli bashkë me personazhe të rëndësishëm të komunitetit shqiptar. Krijuan Federatën Panshqiptare Vatra, shumë shkrime, përkthime, letra, po çfarë rëndësie kishte për Nolin më shumë dhe kisha edhe për shqiptarët gjithmonë në Boston? Po, kisha ishte shumë e rëndësishme, sepse Noli e shikonte atë si një pikë grumbullimi të shqiptarisë, pavarësisht nëse ishin të krishterë apo musliman. Edhe ka dhe anekdota, bile dhe Konisa tregon një anekdotë se si Nolin e mbronin muslimanët në një rast kur ai shkon në një nga këto qytetet tuaja të Bostonit, ata shqiptarët kishin frikë se mos dikush mund t'i bënte në një rreng ose ta vriste apo ku e di unë, edhe kështu që një grup muslimanësh dolën në stacionin e trenit për ta mbrojtur Nolin, për ta pritur, për ta shoqëruar. Kështu që qëllimi ishte që të grumbullonte komunitetin shqiptar, po edhe një qëllim tjetër ishte që ta kulturonte këtë komunitet, të jepte më shumë kulturë. Kështu që gjërat pastaj erdhën njëra pas tjetrës. Në fillim u krijua gazeta Kombi nga Sotir Peci, ku Noli ishte një prej redaktorëve, dhe kjo pati rëndësi shumë të madhe kulturore për shqiptarët, të cilët nuk dinin çfarë ishte gazeta, në kuptimin që ç'na duhet në gazeta. Ne duam të ham, thoshin ata, nuk kemi hallin në gazetës. Ti thua hajde abonohuni në gazetë. Dhe kisha nda mendje do të pyesja, në vëllimin e parë, ke botuar disa pasazhe të letrave të Nolit që i dërgonte në Egjipt, që edhe sot më bën përshtypje se janë thuajse të njëjtat raste, si përplasjet mes shqiptarëve apo dhe shfryrjen për komunitetin, ku fliste për abonimet me gazetën Dielli, sidomos në rastin kur kishte ikë në New Hampshire dhe në momentin që po kthehej apo përplasjet me Konicën, pra kishte një farë shfryrje në ato letra që ti lexosh. Dhe unë them, kur kam lexuar pjesën librin e parë, unë punoja në ndrimin e dytë të punës dhe të them drejtën, mezi prisja të mbaroja turnin me punës, si thua, se kur shkoj në shtëpi filloj të lexoja, se para se të flet gjumë lexoj ndonjë shpesh dhe mezi prisja të vazhdoj aty ku i kisha lënë, aq shumë më tërhoqi, sidomos këto pasazhet e bukura të shfryrjeve të Nolit her pas here. Po, në një rast për shembull ai nga marazi që njerëzit nuk abonoheshin në gazetën Kombi, Sotir Peci e dërgonte që të mblidhte abonime, po njerëzit nuk abonoheshin. Edhe